të plotësisht. Nuk kandidaturave të shpallur e zotit Bajrami duhet formalizohet, sepse po ashtu edhe zonjës presidentes aktuale zonjës Vjosa Osmani, sepse për të konsideru kandidatur duhet që t'i ketë secila 30 nënshkrime. Dhe ende, çuditërisht ende nuk jemi në këtë fazë kur ka edhe disa ditë, edhe 4-5 ditë, ose më pak dhe në kohën kur do duhet zgjedhej presidenti apo presidentja. Prandaj, duke pa këtë ngadalësi, këtë jo seriozitet për një çështje kaq jetike, atëherën po besoj që në heshtje liderët e partive politike, kryesisht lideri i partisë e cila ka dalë e para dhe ka formu qeverinë, zoti Kurti, tashmë janë pajtuar që të shkohet edhe një herë në zgjedhje, sepse tashmë është kalu rreziku i buxhetit, është miratu buxheti, janë miratu disa marrëveshje ndërkombëtare, pra si duket do t'i drejtohemi edhe një herë pas 45 ditësh kutive të votimit. Ashtu është